Alba fillon të debatoj me Benitën pasi e sheh prej kohësh të shtrirë në divan, pa marrë pjesë në asnjë punë të shtëpisë. Ajo afrohet me një ton të vendosur, por jo agresiv, dhe i thot, Benita, mund të ngrihesh pak? Nuk ke bërë fare punë gjithë ditën. Të lutem, çoju dhe bëj diçka, sepse nuk është e drejtë që të tjerët t'i bëjnë të gjitha ndërsa ti rri shtrirë. Benita, e cila nuk duket shumë e motivuar, e shikon me gjysmë syri dhe rrotullon kokën sikur nuk ka ndërmend të lëvizë. Alba vazhdon duke i shpjeguar se të gjithë duhet të ndihmojnë, që shtëpia të jetë në rregull dhe të mos mbetet gjithçka mbi një ose dy persona. Po flas seriozisht, shton Alba. Nuk mund të rrish gjithë kohës aty. Hajde, bëj ndonjë punë të vogël, të paktën trego që po kontribuon. Benita merr frym thellë, duket pak e bezdisur nga këmbëngulja e Albës, por debati vazhdon me tone të ngritura, ndërsa të dyja përpiqen të tregojnë versionin e tyre se kush ka bërë më shumë dhe kush jo. Benita dhe Alba përplasen sërish në mëngjes, sapo banorët nisin të organizohen për punët e shtëpisë. Alba, e cila duket se është më e mërzitur se zakonisht, i afrohet Benitës me një ton të ashpër dhe i thot asaj të ngrihet menjëherë nga divani e të fillojë të bëjë punë, sepse të gjithë po kontribuojnë përveç saj. Benita e sheh me habi dhe me një lloj nervozizmi të mbledhur gjatë ditëve të fundit. Ajo i përgjigjet me një zë të prerë, duke i thënë, lëri këto urdhërimet kot, ik se s'dua. Nuk jam në humor të më komandon njeri. Alba acarohet edhe më shumë nga kjo përgjigje dhe fillon t'i flas me më tepër ton, duke pretenduar se Benita gjithmonë ikën nga përgjegjësitë dhe pret që të tjerët të bëjnë punët për të. Banorët e tjerë fillojnë të hedhin syt drejt tyre, sepse debati po nxehej me shpejtësi. Benita, e lodhur nga akuzat, e ndërpret Albën dhe i thot qartë, nëse ke problem me punët, shko pastroje vetë, se unë s'merrem me këto lojrat e tua. As me ty nuk merrem, ndaj mos ma ngri zërin. Alba tun kokën me nervozizëm, duke thënë se kjo nuk është mënyra si funksionon shtëpia dhe se të gjithë duhet të marrin pjesë. Por Benita nuk tërhiqet, madje i shton edhe se Alba shpesh e tepron duke u sjell sikur është shefja e shtëpisë. Tensioni mbetet pezull në ajër, të dyja largohen duke murmuritur me nerva, ndërsa banorët e tjerë komentojnë në heshtje se si edhe një punë e thjeshtë shtëpie mund të shndërrohet në debat të madh mes tyre.